Faktikisht 4 parë se kur e merë dhe balotazhin, zotin Arjan Tahiri kemi pas edhe kandidat për Mitrovicën që kemi debatu shumë shpesh edhe këtu ka qenë një ftyrë e re për neve, po shumë tash në ndërkohë dhe shumë e njoftun edhe për publikun. PDK-ja çka po bën mirë, e kisha fillu me ato se çka po bën mirë. Unë kom lexu pak programin e PDK-s, edhe nuk po hi ndoshta në strukturë edhe në përmbajtje që me i bë dhe pyetjet e para për ju, por një program jashtëzakonisht i mirë, mirë i strukturuar, për arsye se dhe kandidatin të cilin e kanë prej një person i cili vjen prej financave dhe prej ekonomisë. Ai çka po premton, e kom pa dhe disa intervistat të zotit Hamza, po premton rritje ekonomike, zhvillim ekonomik, rritje të pagave, një fond për ata që janë të papunësuar, një gjykatë punës, pastaj elaboroj me një emision që nëse dikush e ka rrugën 700 euro, kam ju bu 900, kam ju bu 9000. Më falë, 40% rritje rrogave, do ta diskutojmë pak më vonë, do të ta harrojmë. Një sistem atë mirë shëndetësor, ka mu investu në arsim, ka mu investu në sundimin e ligjit, e tjerë. Për gjitha këtu, i kam edhe disa nëmpyntje pastaj. Këta po vinë me një slogan bashk për para.